Ku e ke kërkuar? Të nderuar, Atëre, dakord, koleg, në fakt sot s'kisha ndërmend flisja, po i nxitur nga diskutimet, do përpiqem që të ndihmoj sadopak të seancë që të dali nga kjo temë. Sepse ky, mendoj unë, është debat krejtësisht i panevojshëm. Sepse ne këtë debat e kemi bërë një herë bashkë dhe e kemi ezauruar plotësisht. E kemi bërë dhe unë nuk ditë këtë ndodhur asgjë më tepër se sa 4 viktimat e 21 janarit 5 vjetëve më parë. Ka qenë një debat politik i cili sot mund vlente vetëm për ata që mund të kenë ndryshuar parti, koalicion apo qëndrim për atë që ndodhi atë ditë. Po jo për ne tjerët, dhe unë nuk kam dëgjuar sot asnjë që t'i përkasi kësaj kategorie dhe të flasi në këtë sallë. Është një debat politik i mbyllur midis nesh. Por ky është një debat që ka dhe elementin e vetë juridik. Dhe sigurisht që kur gjyqësori flet, politika hesht. Dhe askush nuk ju pengon ju, dhe askush nuk e pengon drejtësinë që ta thot edhe fjalën e fundit në rast se ajo nuk e ka thënë akoma. Por ky debat sigurisht që ka dhe një element moral. Dhe unë po ju them që morali juaj dhe morali i këtij debati është mbyllur një herë për gjithmonë ditën e 1 prillit kur ju firmosët koalicionin e turpit. Pra ky debat nuk mund të ekzistojë. Por ju sigurisht që e përdorni sot 21 janarin për të larguar vëmendjen nga problemet që ka sot Shqipëria. A thua se po kompleksoni opozitën, po na kompleksoni ne duke na drejtuar gishtin për 4 vrarët. Jo më zotëri, jo. Ju mund të thoni për ne që kemi vrarë dhe Qemal Stafën. Me 5 maj të 42-shit. Por sigurisht që kjo nuk ju ndihmon. Kjo nuk ju ndihmon as që përmes 21 janarit të kërkoni të zaptoni drejtësinë atë që ka mbetur. Sepse e keni kthyer reformën drejtësi si një fe apo si një ideologji. Reforma në drejtësi është ideologjia sunduese, siç ishte dikur marksizëm-leninizmi, se ju doni të kapni drejtësinë. Por të harroni që përmes 21 janarit, gërdecit, reformës në drejtësi dhe artificeve tjera, ju do largoni vëmendjen nga ajo që po bëni sot. Po e vidhni, po e grabisni, po e ripni, po e shkatërroni dhe po i humbni çdo shpresë si vendi. Do të marrni përgjegjësi qoftë me 21 janar, qoftë me 5 maj dhe çdo ditë që kalon. Ju falenderoj.